administrative. Kjo është njëra anë e procesit. Por unë jam një kohësisht, sepse pushteti ka 3 shkallë, qendror, atë pushtetin atë gjithë themi ne të shi qarqe dhe prefektura, edhe komunë, bashkit, mëse të thash komunët u shduken. Unë jam që prefektura dhe qarqet, që janë po një të gjënë shpërndaret, në i Shqipëri që përshkon drejt 2 milion që nuk ka më kuptim 12 tila. Këtu jam për ta ullë numërin. Këtu ke bashkit, hajde të arrisim numërin. Kjo është një proces demokratik. Kjo është pjesa e ndarjes, po s'mjafton këtu për ta bërë pushtetin, as demokratik, as eficient. Duhet të japim pavarësinë financiare, të vejmë regula të mira për këtë punë, të japim atë autonominë, si të thush, ligjore. Që ka ndodhë gjatë tyre viteve? Shumë pushtete janë përqëndru në Tiranë. Njeri i kohë i sjellë sa të i administronin, tentun 2-3 herë. Dhe që kjo reforma e ujtit që thotë Zoti Rama, s'ka asë një gjë aty për reformë reale, ka vetëm një gjë, që ato ndërmarrë që ishin të shpërndarën gjithë Shqipërinë, tash janë përqendrume, janë SHA, varet nga ministria atje, edhe praktikisht janë qendër. Një. Po thuj se gjithë zyrët, me zyra pensione, me zyra pune, me zyra shërbime, varet nga ministrit në Tiranë. Shkollat e mesme varet nga ministrit në Tiranë. Drejtorit ato që janë, kuptoti, ndaqme prish shtëpia, ndaqme ndërtu shtëpia, varen në Tiranë. Lejet e ndërtimit për pallatet mbi 5 katë, se 5 katë e ka tjerë, janë të gjitha në Tiranë. Çfarë ka ngjitur pushteti lokal? Si ka ngjitur me asgjë? Duke mos pas më asgjë, ato sigurisht që s'merren me asgjë, s'ka dhe dëshirë me bë, dhe në fakt s'po bëjnë asgjë, as pastrimit s'e bëjnë më. Në një farë mënyrë. Atëherë, hajde t'i japim kompetencët që duhet, t'i japim dhe financën, se financët kanë 2 burime. Një burime taksat lokale, një nga kjo taksat e përgjithshme që janë në Shqipëri, do t'i rishpërndajmë si mbas formulës, hajde ta përmisojmë dhe formulës, po do japim një pavarësi financiare. Ai ka rrezikjet që ta abuzohet pushtet lokal, i ka. Ndoshta kjo ka qenë një ndër alternativë. Po, ai ka pamundësitë që disa bashkitë vogla nuk janë gjendje t'i thithin fondet, të bëjmë projekte, njëkohësisht bëjmë plane urbanistike, edhe kjo është. Po në qofë se dumë të bëjmë pavarë pushteti lokal, se kjo është esenca e demokracisë, përfaqësimi direkt i qytetarit, do ja japim, do kalojmë nëpërmjet këtij risku, i cili sigurisht është më i madh për ato komunat e vogla, më i vogël për ato që bashkitë janë më të mëdha, të cilët unë gjykoj që me pak fonde i kanë mundësitë dhe kompetencat dhe ekspertizën për t'i mbuluar shumicën e programave që kanë. Në qoftë se nuk kalojmë në këtë rrugë, ne kalojmë ke kjo që kemi mritë sot, që është edhe palishme kjo, me thënë drejtë. Edhe e treguam fenomenet e fundit. A i bëri shembjet ky në të gjithë Shqipërinë, Zoti Rama? Po. Për mund disa vende ka bërë shumë mirë që i ka shumë. Po duhet i shumë pushteti lokal. Absolutisht. Nuk vjen fadroma nga Tirana, as ato. Po, tani, pyetja është kjo. Nëse, duke marrë shkasa dhe disa deklaratat të bëra, ndoshta dhe të nxituara nga ana e Partisë Demokratike, megjithatë pati një lloj tërheqje sërish. Një herë do ta bojkotojnë, pastaj do marrin pjesë. Nëse bojkotohet, i dëmton në mënyrë maksimale? Në qoftë se bojkotohet Partia Demokratike, unë jap këshillën time, pastaj ato i dinë vetë punë të veta. Ne kemi një precedent negativ vitin 2015. Kemi edhe një më të rëndë akoma, në vitin 2019 që nuk u hyn zgjedhje. Edhe prandaj u humbën, edhe zgjedhjet. Qoftë se duan ta bëjnë këtë gabim, domethënë të jenë recitiv, po themi në gabimin e vet, është një marrje kot e panevojshme. Njëherë opozita ka për detyrë të ofrojë projektin e vet që ka për këtë punë. Dhe unë jam i sigurt që e ka më të mirë se sa qeverisja. Se thash pak a shumë rrotullohet rreth këtyre tezave që thash. E para punës. E dyta punë, çdo më thënë kjo punë. Sërë dhe bëhet një reformë që është afat gjatë me vite ti hikën për arsyet e momentit për konjunkturat e shi. Po kush e pengonën që të vazhdoj tjetë dhe në komision të japi mendimin e vetë dhe vetëm për ato tema që
dhe njëkohësisht dalësh në demonstrat, në gujosh, bësh protesta, bësh që dush. Për që dhe me thënë këtë punë, sa herë që për ta tensionu, përdoret parlamentit, dalim ka parlamentit, dalim ka komisioni, që dhe me thënë. Ato komisione pengokan protestën për të bërë, për t'i afro alternativën tënde, idenë tënde, bro interes të qytetarëve. Se në fundit në këto 15 vjetë humbi gjë e drama, se hikëm dhe nga reforma, e bërë reformën si pati kjef. Një. E dyta, humbi gjë pëse dolim dhe nga zgjedhjet, ma ato votat e kryetarëve të bashkisi fitoj zgjedhjet. Do i këshim marë zgjedhjet, 2021. Kush dëmë të bëtë këtë gabim, në i farë mënyre, nuk ka dëshirë për të arë opozita në pushtet. Si duket kjo lloj simbioze, opozit, i pëlqega, kjo lloj statu quo-je. Qega interesante për të dy palët, ose interesume për të dy palët, se ndoshta kjo është fjale më adapte. Atër, kështu që çdo me thënë kjo që hikim, pse hiken? S'ke ide, nuk e propozim, shko kam punët mirë, jo. Kush po të pengon të gjyqëtorisë dhe në komision, edhe dalësh në bulevard, as kërkush. Atëherë, që është kjo? Do të tezat kota boshe. Kështu që unë uroj që të prevaloj arsye, logjika, arsye politike, po dhe logjika normale e punëve të shtetit. Mirë, do të rikthehemi pas pak, pasi hapësirë të shkurtër publicitare për të kuptuar edhe më tej nëse do të jetë një bashkëpunim të sferës